Ky emision mundësohet nga Telkos, Ekofrut, Bruno. Përshëndetje ju themi edhe këtë shtunë, këtë juve meq të televizionit TV1, që çdo herë jeni para ekranit e përshëqëroheni bashkë me emisionin Kam, si çdo herë në terminin e njëjtë, në vende ndryshme të bukura të Kosovës, kudo që ka gjelbrem, natyrë, edhe pse jo, edhe energji të mirë edhe paqe bashkë me mysafirët që i kemi çdo herë të ftuar, që sa do pak ndikojnë në jetën e secilit prej neve. Gjërat bukura, rrugtim, sobzat mira të rrugtimit, vështirësitë punës dhe jetës personale bashkë me një personazh që është dorë i komentuar, është Angel Berbatovci, komentues i futbollit. Gjëra gjatë kemi se çka me fol bashkë me Angelin, i cili është duke ardhur në këto momente. Angeli veç është tuar, që kemi kombinu kështu me të bardha. Po, fiks, nuk e kena njën. Angel që shjebra. Si, kujtesa Me ndoj njerëzit kështu, rastësi e bukur, për ndryshe. E vërtet. Po ngjyra verore, kështu mund me thonë. Bashkë edhe qysh paqe, harmoni, freski, me të bardha. E vërtet. Angel, faleminderit shumë. Kënaqësi që i the juve. po ftesës edhe me të pas në kamp me një verzion pak më ndryshe. Kolegët mi që sa kohë ma kanë përmend emrin tënë, ndoshta ma shumë që djemtë jenë prirë ma shumë e kështu futboll edhe vazhdimisht për cilin, edhe thash okej, duna gjithçysh premtimin unë e mbajta. U çudita se shumica fansa të Barcelonës më duket, unë me Interin, edhe një çdosh mos më thirr për shkak të historisë, po. Mujm stash me bona i farë debati, diskutimi kur tulemi. Angel, çushje, fillimisht çushje me disponimin e verëve që është ardhur tepër nxehtë, se di që shiki punët me verën dhe me të nxehtë. Duket që dimrit dyqysh me zje prej se marrë vera, po që tash momentalisht krejt që kjo i nxehtë, po më duket pak e tepër. Ja ka nis herët pak, po një mëse se i radi që shumë shpejt, që shke ftoft të bu nxehtë me një herë, për ndryshe stina e me preferuar është vera, kom qef breakdatin shumë, nuk jem tip mali ose që dalë shumë natyra, po kom qef veç breakdat, zall, ujë dhe zall e kërkon super mali që ka thonë. Që më pëlqen që ajo pjesë shumë. Më ditë kishim shku diko në Shqipëri dhe kishim realizuar një mision offer date për ndryshe unë jo ma shumë pasionante e malit, e natyrës, e ecjes. A shkon shpesh edhe verës ajo? Jo, verës jo. Verës ma pak, po ku majtë dhe misione me hiking edhe gjatë verës edhe camping kemi bujt në tent, kështu që dyqysh duna me t'i bo është së pyetje për natyren, po du me ditë raportin të datin veç e preferon, po hiking a ke bu në herë, a ke dalë me ecë në herë, ose a ke bujt në herë në tent? Me thonë ashtu para kamerave, po 10 herë, jo, fatkeqësisht asnjë s'kem bu hiking, jo, edhe pse është një prej dëshirave të mia më të mëdha, po s'më me tash s'po du me u doki arsysh, edhe me gjithë arsye, ama për një me punat që e bëj, jemi zakonisht unë e dillet gjithë më zonë se ndeshjet janë gjithmonë vikendeve, Formula Nishi është gjithmonë vikendeve që i komentoj, MotoGP apo ashtu, edhe veç duhet m'ja lënë dikujt me komentu, për ndryshe gjithmonë jam i zënt, edhe këto udhëtimet që bëhen grup, bëhen vikendeve në hiking. Që po e deshe një informacion? Po e di, kom për cilë, kogja, edhe i shoh njerëz, kom shumë met që shkojnë hiking edhe mu doke që jam edhe unë aty, këtu ja po story, këtu ja po fotot, video që i transmitojnë për mes rrjeteve sociale, kështu që edhe kemi vendet bukra shumë në Kosovë, një mend po. Kemi me folë për pjesën e familjes dhe mirëkuptimin që the kur tulemi, po i bjen që nuk din me thonë jo punës, nuk i thu jo punë. Zakonisht ashtu është, edhe pse ja kom nis ka pak se s'po moj. Po për një me më duket që është mësimi më i madh me ditë me thonë jo ka një. Se të vjen keq, për shembull unë besoj në bestytni, edhe thëm nëse për shembull më ofron diçka punë edhe të them jo, tani them mos e heka, edhe e shkela atë mundësi edhe s'm vjen më, edhin. Sa vështirë është një farë luftë me veten pastaj. Po, fiks, edhe masanej po duhet mi pranu, po tash ku ma me një pikë ku shkak të kohës, nuk po mëj me i pranu gjitha, veç ato që po përkojnë ma shumë me profesionin tem edhe me qefet e mija që i kam. Kështu që, ja ku mis me thonë jo. Ish pak vështirë në fillim, po mësohet, se e ndjenja e fajit që pithu jo, po tani mësohet njëri, edhe du të me thonë jo, se nuk mëna me dalë për te i vetës, për shkak se
stresi është shumë i madh masanej edhe stresi shkakton shumë telashe. Sidomos te pagjumësia, te unë për shembull kam diku pak. A ke problem kështu me pagjumësi? Jo, po zakonisht ku po luaj më shumë, po ka pa e fare euforia masanej natën plekit angazhimeve edhe s'm zën gjumi tani po do të më urrotullu. A je tipi mëngjeseve jo? Jo. Mos unikat. Varet mëngjesi qysh, deri sa ora llogaritet mëngjes. Po për shembull, hajt 8, hajt 9 max. Nëse quna 9 jam njëri mëngjesit, po nëse mbjen 6 më që mbjen për punë shumë shpesh, jo, me nëzit quna, se jam tip që kom qef me nejtë natën. Okej. Jo që bjen që edhe me alarm problem u që? Shumë. Shumë që bile sot më ka bu alarme e kom nalë më që gjysore ma vonë të ugut. Gjithë hajtë edhe 5 minuta po eshte. Po, qaq se tash po zbardhet shumë herët edhe po e kom për shtypin që është ora hala 4 ose 5 edhe mësanej. Për në lërsoj alarmin, këtëm hajtë se edhe pak edhe... Dhe me që gjejmë vetën. Tungo, mësanej. Pëlqen ma shumë kështu me agenda a spontan? Jo la me agenda. Apo? Jo po. Se gjithë gjanat spontane më bojnë nervos shumë. Se di, nëse më thu diqka, hajde bojna që tash, për që tash, varet kur je dhe i lirë, nëse është për qef, është tjetër sena, po kupton. Po nëse shkojna te puna, si du shumë spontane, se më bojnë shumë nervoze dhe më interferojnë tani me një orar tjetër që kom caktu. Eksakt, po. Abdin edhe më bojnë shumë nervoze. Okej, po. Për qef spontane, për punë. Edhe s'mundet më përfundu që është puna më duket njëjtë, pa e ditë sakt. Okej, kafet që dalin rastisht me dika na i shok ose mik të vjetër kështu. Po, mirë, shumë bukur që ekzistojnë. Ashtu po, se ka njerë e sheni njerë që se ke po mati dhe ki qef me ndru 2-3 lafe. Po, për punë, shumë japin stres. Kur diçka më lypin, tani më vjen keq mi thonë jo se bashkëpunoj me ta që sa, tani duhet me lon diçka keq ose me shty, edhe më bën shumë nervoz. Kur isha shumë shpesh këto emisionet sportive në mediat ndryshme edhe shoh sa shumë kanë inati mes vete, s'po them xhelozi, po kanë për x arsye inate me njëri tjetrin. Thom kanë erja kalojnë edhe showbizit, beson ma edhin, për shembull ato telashe që kena pas bifat përpara të këngëtarëve që s'po du mi përmend i dim gjithë. Qashtu jena bo edhe në sport, fatkeqësisht. Kur mendoj që sporti, mas pari me kona politik, s'dush me anu, me kon të pa anshëm, du me qenë për njëri tjetrin për të mirën e sportit, na po bojna, ma shumë lojna showbizit se vetë showbizit. Pa e ofendu showbizin se... Pa tjetër, po këtu kanë qenë drama, jo vetëm Kosovë, gjithandej në botë njën pjesa e paparaceve dhe showbizit në përgjithësi dhe këngëtarëve. Hajde, apo ecim pak e pastaj shkojmë ulemi. Hajde. Jemi ullë edhe jemi ratu bashkë me Angelin, po si çdo tjetër një falenderim për partnerët tanë që janë pjesë e pandashme e këtij rrugtimit, është Bruno Air, kompania lider në vend, atë që nuk ofron asnjë një kompani tjetër, 10 vite e garancion, zgjedhja dur edhe ideale është Bruno Air. Bashkë me neve në këtë rrugtim të emisionit në kamp është bashku edhe EcoFruit nga Laberian. E gjeni në të gjitha shijet edhe më fresku në këto ditë të nxehta bashkë me Eco. Falem gjatë kosa veç kem të ecë pak për pjesën e përditshmërisë edhe punës, po një ditë ideale jotja, Angel, ç'është? Ç'është kish me qenë? Masi thash, zakonisht e përmbushna me punë. Po. Nuk kem tip që rriu se kom qef adin me thonë me dikit rëndorë, me këshyrë televizor. Do më thonë ti me nejtë këtë ditën në shtëpi ose banesë? Jo, s'ka shanca, se diqysh më hanë, adin qëtësia dhe thoma, kum pas me bu diqka, duna me bu diqka, edhe dita jam ideale është punë, me kry qëllimet e mija ditore që kum pas, edhe me nejtë me familjen, që është pjesa ma rëndësishme e jamja gjatë ditës, se për një me ka njerë e humbim vetën, tu angazhu shumë, tu punu shumë, edhe kemi pak kohë për familjartë, edhe ditë ecin, vitet ecin, unë menoj që do të me ndonë një bukur kohë edhe për familjartë. Sa mirë që e përmende, edhe te përvështirë me mujtë me boqët balancin. Angel, dyqysh the edhe mirë kuptimi du të me qenë atë, po një mend vështirë, e përmende dhe shumë bukur e the, dyqysh o të ecë te për shpejt, gjithë shka. Po nëj ora, vitet, mujtë, këtjen të ecë edhe gjëja ma rëndësishme mentalisht është koha, me kë po e kalon, që shpo e kalon, edhe mujtë me shiju bashkë të cilin moment, se dia jenë qatë falë që të bjen nga njerë krezë kështu pritsej, a disa shpejt është të ecë. Më kam ndodhë ka njerë për shembull kur e shoh që më thirë nana në telefon edhe thomë, se ku më thira, vedin.
më ka thirrë tani kujtona që ndoshta ka kalu një ditë që se kom thirrë nanën për shkak të angazhimeve dhe thom nuk është gjoja e dur kjo. Sa bukur bash. Ama angazhimet janë tilla që profesion e kemi zgjedhë dhe sidomos kur është edhe kampionati botror ose kampionati evropian ose edhe gjatë krejt sezonit që janë ligat, gjithmonë jemi të ngarkuar. Ama unë kom zgjedhë me bë 2-3 punë edhe tash kjo ma pamundson kohën me familjar edhe prandaj shumë mundohem që në pak orë ose minuta që ai kam mi nda me ata. Ka njerë kur ndodh që harroj për shkak të angazhimeve thom, aden pse harrova me thirr nanën ose babën. A kishe ditë me bë diçka tjetër përveç? Jo. Unë i them shumë shpesh njerëzve, shqyr Zoti ma ka fol zanin, se mos e pasit za, s'di çka kisha bu. Seriozisht, nuk jam as tip që punoj për shembull punë fizike, ndërtimtari ose gastronomi ose se zanat diçka tillë. Adin s'di çka kisha bu. As 8 kohë të grande me naj zyrës kishe mujt për nejte? Jo, nashta paçari çdo është me nejt masanej. Ama për shembull, se di ton jetën jam rrit me sport, gjithmonë jam rrit me radio. Unë i kam do kaseta, i kena pasur parat Genta Ismailit. Nga isha Gentën shumë, si fëmijë me motrën tem. Dhe unë normal si fëmijë kisha si krush Gentën, motra eme nga i ke kështu për qef Gentën. Dhe tash që ato kaseta që na i blishin të shtëpis, unë i kam pas do radijat vjetra për me rekordu. Dhe tash qyshish muzika të shku për shembull e Gentës, unë me që shtypsha rekordin edhe thësha jemi në emisionin folni sa të doni. Krejt imagjinat, po vallojnë. Edhe bësha tani me motrën tem emision, këtu jemi për shembull me stilistën, tringën, si po ndini cili është veshja tash e sezonit pranverë, edhe gjithë jeta më ka shku me radio edhe me komentime. A për shembull dësani janë dyqysh shumë si ditë lindë, dyqysh ja je për qatë punë, ja nuk je për qatë punë. Vërtet. Dyqysh me thonë dikush 25 vjeç që i përbuna, dyqysh moderator ose ndodh, apo den, është shumë normale që po ndodh krejt të na, po dyqysh ja je për qatë punë prej fëmija nuk je. Kështu për shembull njëjtë ka ndodhur dhe me mua, unë kur ka dalë prezantues lajmeve, unë unë kam dalë, çka ka thonë prezantues i lajmeve, kam thonë edhe unë për shembull. Ka dalë me vjersha me thonë shkolla. Po si, po kam prezantime të festave të shkollës, çka kanë këto. Po peshe se që po thu, po një me është diçka që vrehet prej fillimit, edhe menoj që du të me njek gjithmonë që ato që dëm prej fëmijë, edhe pse shumë shpesh ka ndodhur me ndër prej andrat, shumë shokëve shoqëve që i kam pas. Fatkeqësisht, fati se përcjell gjithkon, po edhe pak du të me u mundu edhe se di, mu ka përcjell fati shumë. Edhe normal kum pas çemu po futbollist si çdo fëmijë tjetër. Çfarë ndodhi me ata ndër? E kisha një talent, fshehun, e më thanë majet fshehun ma mirë. Mos bëlluhe, pastaj ylli art. Po, ma mirë maje më shef talentin për futbol. Edhe tani jo marrë gjithmonë në shkollë, për shembull, kemi bo debate, kemi bo duele, solitari njeti, se na lushëm PlayStation, për shembull. Tash, unë isha shumë në futbol, edhe në formulanisht, se du me vërmën. E tash u shtypsha ku luan ky lojtar, ata se dishin, unë e disha, edin. Gjithë kanë që gara, që unë e di shumë futbol, unë e di ketë lojtarët ku luajnë. Ili ka një moment, babi shkon shkollë, edhe ja bën kujdestare, s'po është i koncentruar, edin, gjithmonë po fol për futbol, gjithmonë i ka lyshëm ajo loja me shkollin e parë, tani për shembull me vija, Gjeni shkruajnë. Gjeni, po. Tani babi ja buni tha, me mgumu kujdestare, tha veç për futboll e vet, adin se vet, se kom pas kujdestare në fizikës. Ja bëjke për futbol të këtë din, tjera sene, mos e vetë. E kanë ditë që dhe, për ne kanë ndërhy për ndërët në atë kuptimin me vazhdu diçka tjetër sa i përket një profesioni, apo të kanë lënë të lirë dhe e kanë ditë që ti veç je për këtë farë? Po qefi ty në gjithë kanë me u konë doktor, adin? Qa? Diçka me mjekësi, me patite? Nana kështë qef me u bo doktor, bile më thëti shala bosh kryeministër, halo. E ka, qëta nuk e di, ka gjithë qef, doktor, kryeministër, nuk jam unë e fort politika s'pak, po edhe me mjekësi dëmë për një me shumë për kushtem, shumë sem edhe shumë angazhim. Unë menoj që për doktor s'kisha mujt me kanë se nuk kum len tani me, kom që me kanë i lirë edhe me lëviz, e mjekësia donë shumë përgjithësi, edhe i respektoj gjithë ata që i shkojnë kësaj rrugës e me të vërtetë shumë vështirë, menoj që është profesioni ma i vështirë. Ama në gjithë më kam për krah,
dhe gjithmonë kanë dëgjuar ato që kam pas qef. Okej, super. Ti shoqënueshëm je kohën Angel kështu si fëmijë? Po. Si i vogël shumë shoqë. Po, çashtu kam pas qef gjithë rritin. A ke halo kështu me 10 vjetë për shembull që rrit me ta, edhe pse gjatë rrugës njerëzit marrin drejtimet e tyre, secili po bashkë po duhet të ke me 10 vjetër që mban halo sot për shembull kontakte. I kam pak, domethënë fatkeqësisht jam shkput prej shoqënisë shumë, që është ona jam e keqe që tash po bën shumë ashtu s'po kam vaks, po du me tingëllu, tu arsyetu ose s'po du me tingëllu arrogant, ama ma ka po mundsu shumë çdo vitet fundit puna për mos me kalu kohë dhe me shoqëni, po i kam dhe shok që edhe nëse shihemi nështë ta 1 vjet, kur shihemi që aty e vazhdojmë muhabetin ku e kemi lënë para 1 vjet. Besoj që e din edhe ti dhe shumë për atyre që po na shohin, janë do shok ose shoqe që e ki raportin e tillë pa hatërmbetje. E vërtet, kjo është. Që kjo mendoj që të bën me qenë original edhe të bën me dash atë person pavarësisht kush është ai. A ke ndryshu shumë? Datë këtë këtyre viteve, sa ka njerëz që mund me drejtu gishtin e nxët me thonë që ka ndryshu, për shembull, atë kanë thonë ndonjëherë e bu mendje madh, je bu arrogant. A i mundu me qëndru vetja, apo është vështirë me qëndru nga njerë dhe vetja në këtë industri? Jo, unë menoj që kur se më dalë jashtë vetës, asnjëherë. Jam gjithë që këtë që jam, edhe gjithë ju folin njerëzve në rrugë, edhe pse më kanë thonë tash, adin, s'ke nevojë më ju foli pari, për shkak se, adin, je tu punu, je tu bu dikush, po për mua është mendësi e gabume, se dikush nëse më shep, pse mos me i fol, për shembull, ose nëse don me më fol, pse mos me i fol, mi nda 2-3 lafe me to. Se dihet me mësu diçka, me marrë një kritikë që më ndikon mu pozitivisht, po me ndryshu, s'po di çfarë më të thonë. Nështë që njeri secili, dyqysh nëse nuk ndryshon, mendoj që është diçka gabim, okay, do parimet tua bazë, që po thotë mos më dalë pi vetës, po, ama edhe ndryshime, dyqysh gjatë viteve janë normale. Ti me vjet kujtes pjekemi adin, po, edhe do qefet që kemi bo si bojmë, do momente që shreagojmë, s'reagojmë, do veti që i kemi, nuk i kemi mo, ose nuk i shfaqim mo. Po, nëse mujmë me thonë, kom ndryshu që në më konë shumë i shoqënushëm, shumë kom dalë, shumë jë munu, mi dediku jetën të me veç knatësive, tash jo, për shembull. Tash, s'm do këtë fort interesant me dalë, për shembull, një të premte natën, ose një të shtunën mramje, se di, kom qef ma shumë me nejtë në shpe, nëse kam pak një kohë, mënuna me kalu me familjen, me bashkëshortën. Me bashkëshortën duhet me dalë ka njëherë, adin se duhet se s'muj me thonë, hajde rrina në shpe, kur ajo është në shpe. Po, kryesisht kom qef me nejtë në shpe, me pushu në shpe. Po, s'pusheve që apo je vetës rrafsh, se kur shkoj në shpe, bjen diçka në men, të muqu me bu diçka një video, diçka. Edhe një punë bashkë. Kur jemi tek profesioni, diqysh të mirat edhe të këqijat, i përmende mes rreshta anima pjesën e kritikave që del dikush në rrugë dhe mundet me ta jep. A i lexon komentet, a i kthen, a i sheh. A pengojnë komentet negative, e di që ki shumë pozitive, po diqysh është e pamundur mos e marrë edhe nai kritik, nai vretja, diçka të ngjajshme, diqysh ato dhe na rrisin. Disa janë me vend, disa janë pa vend, po të paktën janë çatë. Ç'është e përballon kritikën? Shumë pozitivisht. Seriozisht? Nuk më ka ndiku asnjëherë prej se kom nisë me video për shembull me rrjetet sociale, se me komentimi kom nisë në 2020-ën. Në radio kom filluar me punën në 2016. Normal gjithmonë ka pas kritika, se gjithmonë kom pas vend për mu përmirësu, edhe shoqëri që mi kanë thonë shumë do kritika konstruktive që mu më kanë ndihmu shumë në jetë. Po unë mendoj që e mira e rrjeteve sociale dhe e mira këtë kësaj është që ti mundesh me shpreh veten çysh do. Edhe unë i kuptoj njerëz që mund me shkruan negativisht pa arsye, për shkak se e para më shku nerva pas një arsye, se edhe mua më ka ndodhur dikush që më shkon nerva pa arsye, gjithë secilit. E dyta, ndoshta është e kalon një ditë keqe, është tu ballafaqur me diçka, edhe tash ku me nxjerrat nervozën, e bën komente për shembull, thotë s'po të rrin mirë, ose shumica e komenteve të mia negative shko çethut e berbere, atin. Shumë mirë që ma paraprive me pyetje. Për shembull, se nuk është që gjithmonë i kum lënë kështu. Domethënë jam sigur ato delet kur rriten shumë, edhe ju bëhet kime të na on, tani i shkurtojnë çështë dhone. 2-3 muaj e la për shembull, mbritën flokët, mbritën mjekra. Karakterizohesh me këto, edhe njerëzit që mundesh mu identifiku dhe ma lejt. Po, çashtu më kanë thonë shumë shpesh.
E sa tani kur shkoj, dogna sikur me hi nuja, din, se dogna rrup rritna, tani i prej flok të shkurtona hi nuj dyshish. E nuk i marrë shumë për bazë, as nuk prekna prej komenteve negative. Si prek asnjëherë? Jo, asnjëherë. Seriozisht? Jo, valla. S'ka bu ndonjë koment negativ me të prek kështu? Jo. Okej. Vetëm me komentet që më kanë bu, ju më prek, po me reflektu kanë qenë që ato konstruktive që, për shembull, ose kum gabu diçka gjatë një transmetimi, ose kum dhënë informacion që u kanë gabuar me s'kum hulumtu shumë. Edhe kum kanë thënë që ashtu është, atë kum thonë, atë pse s'kum kthyer më shumë, edhe çaj më kanë ndihmuar shumë për me u përgatit për videon e radhës që mos më bëu të njëjtat gabime. Okej, a ke luajtur shumë futboll? Jo. Si fëmijë kështu? Stupile në rilindje kum lu. Apo? Po thash që për aty në talenteve të fshehta, mi majtë fshehta se me bu me qitë në paveq, bu në horë, kështu që u dasht me lanë që aty. Ekipi të favorit? Se shtafi i kameramonam këto... Edhe pse bash interi? Se di interi një shok ma kalon. Edhe është shkumbini, është një djallë që këm pas në mahal. Unë si fëmi, tash për para, 2000, 2001, 2002, Real Madrid e ka pas një epokë të galaktikëve atëherë, super lejtare, dhe normal këtë në konë me Real Madridin. Edhe ku shke shumë klasë fillore, krejt ose Real Madrid, ose Pile dhe Barcelona s'ka pas atëherë, po nështë Milan ose Manchester. Po një shok jemi, e ka pas ma për para këto kablovikat me antena që e në konë këto për para atëherë, dhe ka mujtë me këqyr Italin, para se me transmitu lojt për para që të ke KTV-ja Italin, futbolin italian. Edhe a i theke, ka një unë ja bëjsh, a i theke me Interin, të isha kush është Interi, adin se di, isha unë si fmi, ma bëjkë është qështu është një ekip shumë i mirë, është një lejtar Adriano, anë një brazilian, tash unë e ju që u apasionova për historisë që ma kalëzaj, po me u dok interesant klasë, se kretë me Realin me Milanon, po shkojnë e për thëmë një me Interin, që ata se dim fëmija kush është Interi, dhe me thonë që apshe unë e di futbol. Sa interesant. Edhe qashtu e mora pjesën e Interit, që isha në klasë u krenesha me t'Interit, isha kom ju blik krejtve fanilat Interit, kom ju pru, më kanë thonë që kam ju pru anë e gnej imaginatat fëmive. Edhe Interi, edhe... Edhe ki përcjell pastaj vazhdimisht. Po, fatkeqësisht. Edhe je dashuru me Interin. Edhe tash shumë të ndroj Interin kur qysh. Çfarë histori te për mirë që ndova aki ndonjë herë kështu. Për publikun është era parë. Jo, asnjëherë, që pjesa me Interin është era parë. E sa herë shoh tash prap shokun tem, shkumbinin thom adin që s'di çat kohë, adin që më ke thonë me Interin, ke mujt ndaj fare ekipi që fiton të gjitha adin. Që përballën humbjen, kur humb për shembull Interes, po di, edhe unë s'më me kuptu seriozisht pse përfshiheni çka të shumë. Se di as vetë, kujtë s'po di çfarë më thonë, a vedin është dyqysh... Për ndryshe i kemi do insekte, për këta e në mësafir të paftu, nuk kemi çka me bu. Po, që përna shek kështu, s'përna shkon ju nirë, ma po veç. është normale, kuptan ane. S'po di. A je kështu që reagon shumë me emocione dhe kur e të këqyrë në shpe, vërtet, kanë kesh? Që të rëgoj diçka drejt. Deri sa si më bo komentatori, kom përjetu shumë ndeshët e Interit. Edhe u ka një farë periudhë që veç hopshin, do me thonë, mu jeta më shkujke se shumë disponimi jam u lidhë ke shumë me Interin. Edhe se di pse shumë meshkujve, pjesës dërë muse, na lidhët disponimi me ekipin të në zemrës, edhe me bo me dështu diçka për shambull, si të Barcelonës që e patën fatin vjetë, adin si u hecë kur që... Nuk durohen pasaj një vetë. Jo, puna është që prej se më bo komentator... Ma ndrysha tash? Po për shkak të profesionit, tash do të me konë shumë i panë, shumë unë ka radhë me komentu vetë Interin, bile dhe me Milanën që janë derbi të qytetit, derbi matë madhë lokal bile, edhe më ka radhë me konë shumë i panë, shumë, bile shumë njerëz ma bëshin dukësh, edhe pse zemëra më plaske, edhe i kisha ma letë me kritiku Interin, se më do ke sikur jemi, e din gjatë lojës, bile shumë shpesh njerëz ma bëshin ti me Juventusin ose me Milanon, abidin, qas që i panë shumë. Plus, kur komentojsha ndeshje tjera, Interi lujken qatë orar, i kishat pa mundu me përcjell Interin, edhe gradualisht ka fillu kjo pjesa e marrës ofër zemrës situatave që ka pos me Interin, me u venit, edhe tash nuk e marrë shumë ofër zemrës. Tash është me një sy krejt tjetër. Po, se... Ama, për shembull po e kallëzoj një sen, vjetë kur ka up Interi me Parisin 5-0 në finale, u ka një prej ndeshjeve që unë e kom këshyrë prej fillimit dhe në fund Interin, edhe pse ka nuk 5-0 finale, edhe kom thonë që mos kam e këshyrë si shaj proteste.
edhe do me thonë kanë kalu 1 vjeç që tash, une a i kom këqyr Interin 3 loja jo. Se qa që më ka thy, edhe si kur të rathti ndaj tifazëve, po kupton? Se për shembull na që të më u bo një ekip, nashta i këshëm dhënë ma shumë zërë, se ata dit në fush. E të qysh e kom përjetu shumë si tradhti ndaj krejt fansave të Interit, ndaj këtë aty në viteve që na kena dhënë pare, kena shku me për kra, kena ble fanela, kena ble merchandise, si ju thojnë, edhe në fund me hub 5-0 në finale, është finale që dush me dhonë zemrën. Edhe që aty mon janë 1 vjet, kom bo që se kom këqyr Interin, bile zdi cila ke loja fundit, se mojnë me që kom këqyr Interin, se shumë më ka thy. Edhe po nashta se mas i na bo kampion si vjetë, të shumë. Okej, mirë i pas ki punë, do më thonë, qëto mirë është momentalisht Interi, apo? Po, fitu si Serisa, fitu si kupës, bile finalin e kupës isha me punë në stadion. Apo? Po, në finalet kupës, pata rastin me intervistu lejtarët Interit, lejtarët Juventusit, po. Seriozisht, fare emocioni. Kesh finali, po. E qajo tani pak ma... Ta ndrejsi disponimi. Një kërkim falja, ashtu mas do kohë, kur të hekën ato ndinjat e inatit. Para me ndo, qëfar lidhje. Nëse të kishton dikush që ki mu bo komentatori sportit, shumë ama t'ja kishe besu? Ka dëshire jamja ka maqshme, gjithë. E përshaj, veç kur e ki edhe veç e... Unë menoj që e ku manifestu. E manifestan, unë shumë besoj në manifestim. Nuk e di... Edhe ti e përmena në fillim që ke dalë ke prezentu, ke moderu para familjes në shkollë, e tjerë. Edhe unë menoj që kjo është një lloj manifestimi për ato që atë pret në të ardhmen. Edhe unë gjithmonë kom manifestu. Unë gjithmonë i kom kritiku komentator që a i ngojsha në ekran, se për shembull Formula Nishin gjithmonë e kom këqyr. Edhe kom anullu plane familjare veç me këqyr formula. Luajnë jënë gara çdo 2 javë, zakonisht, po sa herë jënë kanë, unë gjithmonë kom prish planet, shtëpisë, kur isha më i vogël. Ata delshin unë rrisha për 1-2 orësh të ditën veç vetë në shtëpi me prit garat. Edhe gjithmonë tani kritikojsha se ata gabojshin komentatorët për na informacion ai sen. Edhe unë thësha, kam u bë komentator edhe kam e bë më mirë. Kam u bë komentator më mirë. Edhe Zoti e deshti që prej vitit kalum, jam komentator zyrtar i Formula Nishit, edhe që ty ku më rejtë që gjithmonë e ku manifestu dhe për një me besoj shumë manifestim. Edhe kur je optimist dyqysh, mundosh me pa anën e mirë të kejtë seneve dhe që ku je sot dyqysh, një ndër tjetër e bërë realitet. Edhe për një me është dyqysh, okej, andër mundet me t'inglu shumë fjale madhe, për një mend është një farë andre, se është diçka për mbushje jotja që e kjo dasht, e kjo pa vetën gjithë. Andra ka njerën të përkoshme, s'po di kujtej si kur andra që ju shojmë natën, a bedin, se cili kena andër për shembull me shku dikon, me më rrit diçka në jetë. Po, normal, miliarder ato. Inshallah, adit tulkun. Inshallah po shkujtis, kush bomi, ja dojmë në një tjetër ka 10-20.000 euro. A je sigur? I kemi dëshmitarë dhe kamera. Hajde mos për në gëzën. Po inshallah. Po, ti me... Që tash më në ardhë. Të dalim gjithë. Jo, menoj që gjithë shka është manifestim. Duhet qatë anër që e kimi manifestu. Edhe nuk është marrë me thonë, unë kam u bo maj mirin që ta, unë kam arrit, se gjithë e kam bo këtë artistat, krejt njerëz që tash janë të arrirë, kanë besu në vetin shumë, edhe i kanë thonë vetës para pasqyrës që, për një me, unë kam u bo komentator, unë kam u bo doktor, unë kam u bo kryeministër, unë kam u bo kjo, unë kam u bo aj, qatë do qefi, qatë do profesioni që e kanë, menoj që veç do të me manifestu, edhe me ndje me shpirt, edhe ja del. Po gjithë mund është me rreziku. Që kjo kam pjesë e jeme nashta që kam rreziku. Se shumë njerëz, unë njoh shumë që kanë talent, sidomos për rrjetet sociale, se tash është krijimi i kontentit është një farë fushë e re, frymë e re që për shkak se po kalojmë krejt kohën internet. Shumë njerëz që unë njoh, fatkeqësisht nuk po i shfaqin talentet e tyre në rrjetet sociale, në fusha caktuar që i dinë. Edhe mungon guximi, po për shkak se reagimi, çka kanë më thonë, çysh kanë më komentu, a kanë më vazhdu. Unë vetë më dalë edhe kom bo. Po kupton, edhe pse komentet fillimin gjithë negative, po mu tash muj me thonë është as Zoti më ka ndihmuar shumë që asnjë prej komenteve s'm bëj kjo përshtypje. Velim nxit kemi bu hala më shumë. Vetëm se me një anë edhe komentet, sa do më shumë komente që ki, më shumë kontenti të bëhet më viral. Kështu që sa më shumë komente negative, më shumë shkon video, edhe nëse i merrin 10, 20, 30.000 views, aty i ki veç 13-14 komente negative që për çfarë do lloj arsye të kanë shkruar, që për mua është shumë normale, e pjesa tjetër do me thonë që s'kanë shkru, e kanë pa punën tonë, e pëlqejnë punën tonë, që ata s'do të munal asnjëherë, s'u thëmë,
Se s'dija po foli shumë. Jo, ke për mirë të folë, shumë mirë dhe. Për një me urrejtja ose inatet nuk vinë kur prej njerëzve që kanë më rrit diçka njët ose synon më rrit diçka njët. Urrejtja vjen gjithmonë prej aty në njerëzve që nuk besojnë vete edhe mënohen me ullë tjetërin aty ku janë edhe ata. Apo kupton? Me vërtetë, shumë e vend. Edhe një mend është ashtu, dhe mesazhi mirë sepse na shohim sot që e përmendë dhe bashkësakt është që ka shumë talenta të rinj që veç dorëzohen dyqysh edhe merresh me kontent? I nalin ëndrat në gjys. Po, merrem, po. Merrem. Jo ashtu mënyrë intenzive, po në çat mënyrën teme, po. S'është diçka unë mendoj që nëse do njëri diçka me fitu dhe ma shumë, pjesa e kontentit ndihmon tepër edhe të çel për një më shumë rrugë. E vërtetë. Mund ka ndodh, kështu që adin është diçka je shokua, je befa super të mirë. Jashtëzakonisht shumë, adin s'mundesh me besu që apo ndodh, kupton? E vërtetë. Për një herë vëmendjat e tia, adin. Edhe veç vjen audienca çati, edhe është një farë befasie që të bjen kres. I kom do pyetje që duna gjithësisht me ti bo, sa i përket komentimit të ngjarjeve sportive për ndeshjeve. Komentimin e parë a mban mend? Po, e mbaj mend. Cili? U kam basketball. Mu për sporteve që s'më pëlqen është basketbolli. Nuk është sport shumë i bukur, është sport shumë i mirë edhe kum lu basketball, po me komentu basketbollin se di, nuk flan. Okej, a ma vështirë se futbolli? Është ma dinamik se futbolli, se ka gjithmonë pikë, ka gjithmonë aksion, është ma dinamik se futbolli, po nuk flan. Adin nuk është pjesë e jemja, edhe pse kum komentu, e ndeshja parë kam basketboll, u kon ABA League, CDVita e Slovenis, me Budućnost e Malit Zi, edhe hina në komentim për herë të parë u bona të qollë. Se njerëz menojnë që është lehtë. Unë kush menon që është lehtë, në me i ftoj me ardhë, hajde veç njerë në kabinë, të në i kufjet edhe menojnë që kitë po të ngojnë, edhe të kap një farë sikleti që të vjenë me thonë diçka le krejtë se po qollë. Po ta bu të qollë, se di nëse kom hup në 2 kilogram në shtatit, se nuk më isha me kap. Heke koshi, tani unë e thësha që hini kosh, s'më isha me u kap, shumë në aksion, s'disha që me thonë, shumë me reagu. Këni ma bëshin bëhë original, mu kujteshin komentator tjerë që unë i kom përcjell ndër vite. Tash m'ja marrë shpejt aty në më thojnë, pe kopjan, me bo vetë s'disha, se di, çfarë shpreje me shpik? Tepër, adin u kanë shumë siklet komentimi i parë, po shqyqyr që ka ndodhë që ashtu se, për një me ka njëherë me gju me njerën flake dhe m'ja dal vetë, të ndihmon ma shumë se sa me hi literaturë, me hi praktik, deri sa të bosh gati për komentim, e që kem ka ndihmu tepër shumë. Okej, mirë. Se shtojnë sek dhe më duket, të unë nuk e di çka ka me musët. Gjakun e ëmël që thuaj. Garant. Ndeshja ma e vështirë që e ka komentu ndonjëherë, deri me sot. Ma e vështira. Ma e vështira si komentema, por shkak të rëndësisë që u konë... Jo, të që e ki pas tepër të vështirë me komentu. S'po di, je konë siklet tepër të madh, të karë vështirë me komentu. Ndeshja ma e vështirë. Tash të qysh ty të buon krejt njejt, duke që garantë se ki mas të lash. Jo, se mendoj, jo, ama ka raste për shembull ku kemi dalë përpara në teren, në Albi Mall Super League të Kosovës, që e kemi komentu prej stadiumeve. Edhe në stadiumin Zahir Pajazitin Podojev, lujke në Lapi, nuk e majnë men me ka, nuk kanë qështu ka dhjetori, përfundimi stinori dimror. Edhe në Zahir Pajaziti është një kull, po është e hapën 4 antë. Edhe është baja genalt. Edhe që ati du ka një farë fryme, e shi. Kiamet, adin ka njëherë, kur o dek rrugova, adin që ashtu që thujnë. Ta që keqa, ta që pëtaf. Edhe unë na komentoj shumë jashtë, ashtu në me letra, mund që kam ftoft, u dash me marrë një jakën e të hollë, pak ma të hollë, një jakën e ma trash, një kapelin e jakënës, trash, me dorza, me një termos, me një qebe kum pas. Më nuk kanë shumë ftoft dhjetor, edhe fryke shumë, që e fry ma tranajke. Edhe tash letrat i kemi në tavolin aty, që ju kanë momenti që kum thonë 90 minuta s'ka një skorë. Qa që kanë ftoft, edhe fryke, e u dashke me komentu, që qështo? E qësh jashtë do më thonë? Po jashtë i kena komentu në gjarit. Edhe qështo që, do më thonë, u pa tam ledh me qebe, me krejt ato jakën e krejt, edhe qështo komentisha. Kishë raste ku mu dritë ke zani, u dashke me unal, me marrë me pi pak qajt në zet,
edhe më janis tani apet komentimi. Qa që kom ftoft, bile kom një fotografi. Hej, diqysh të e bojnë edhe ma të bukur, bërë ka njerë eksperiencë. Po, tani ku te kujtojsh, po, e din. Se, fatkeqësisht e na në stadiumi nuk ka shumë kushte për komentim, për andaj edhe tash nuk i komentojmë prej kabinës. Ka ra edhe shumë nxehtë kur ka qenë. Bile ka pas raste kur prej nxehtit madh dhe kameramanave gjatë ndeshjes i ka ra të fikt për shkak të nxehtit madh dhe kushteve që si kanë stadiumet. Tash kur ishte shumë nxehtë heshan këmbi mrena te timoni aty që çaj ekranin, tash unë isha çështu, si çështu im lehtë e çështu të komentua, e din. Shumë janë shumë momente interesante në kushte se dy jashtëzakonshme në kuptimin. Po, edhe shumë njerëz nuk e dinë këtë gjë, edhe asnjëherë nuk e kemi bu publike ose nuk jemi vrejt gjatë transmetimit që najna keq të hjek ose jemi në vështërsi komentimis ose kena dasht komentimin, e dojna komentimin, prandaj mundohemi që çfarë do lloj kushte me qenë me bu ma të mirën tonën. Bile kanë edhe një moment bike shi, e prit që trajnerin Ismet Munishi me intervistu, tash ish lag mikrofoni diçka, rryma ka pak më nxike. Ai tu përgjigj ashtu s'misha me hek mikrofonin, se ishim transmetim live. E ma isha qështu, rryma ma drejt këtë dorën. Edhe për sherr Ismet Munishi e zgat ke muhabitin. E çfarë me këto momente. Tepër ashtu që s'harrohen asnjëherë edhe që kjo është po sfidat, sakrificat që i bën dyqysh edhe prap vazhdon të nesër me bo punën e njëjtë, veç nuk lodhesh. Ndoshta që në moment të bosh nervoz dhe krejt, e thu kom e leon krejt këtë parë punë. A më që edhe të kalit, apo kupton? Patjetër, shumë rritesh. Adin është keq me thonë, tash kanë fillu më përmirësu kushtet në stadiume, edhe mendimin e Federatës Futbollit të Kosovës, edhe të nivelit qendror, ja kanë nisur përmirësu gjithçka edhe prej korporatës ku jam. Kushtet kanë fillu me u rregullu edhe tash jena shumë më mirë se që jena kanë. Super. Komentimi që të kam betë mas shumë të në zemër, kështu, thjesht nuk e harron, dyqysh... Qarë pyetje interesant që kjo, s'ma pas ka bu kur dikush, shumë pyetje e mirë, edhe besëm që se pas na menu asnjëherë. Komentimi që ndoshta ma interesant, ma që më ka shiju, ka qenë ndoshta vitin e kalum, gara e fundit në Formula 1. Ka qenë gara për titull kampion bote në garën e fundit, që ajo është prej garave që u konë tejet interesant, interesimi konë shumë i madhe dhe shumë e kumë përjetu. Edhe konë diçka e jashtëzakonshme, për ata që e përcjellin Formula 1-shin. A diçka që më ka mit pik ka qenë gara vitit 2021, kur Lewis Hamilton humbet titullin ndaj Max Verstappen. Fansat e Formula 1-shit e din, unë jam kanë me një ndeshje tjetër, s'ko mujt me pa garën. Unë jam fans i Hamiltonit, edhe Hamiltoni në gjirën e fundit titullin kampion. E që ato më ka mit pikë që s'ka mujt me pa me përjetu live. Tamam, që ajo kanë prej momenteve. Veç edhe kjo që e ke videon që veç është bo super virale, që ato emocione që është s'ke dit mi fshef. Halo. Edhe që ajo është një prej kështu. Ajo si më konë komentim. Jo, si konë komentim, po e ke qenë që ka qenë situata, ti diçka tjetër. Po, unë jem konë të komentu Danimarkën me Maqedoninë e Veriut. Edhe qatë termin lujke Kosovë edhe desha që kërkosh se kësyrë Danimarkën me Maqedoninë e Veriut, unë e do me thonë në laptop Kosovën, këne e komentojsha zdjazve, që kom komentu. Ajo konë momenti maj mirë që kom përjetu najherë, edhe si fans, edhe si shqiptar, edhe si profesionist, edhe si gjithçka. Jo rrezik, po rrezik pak që e ke bu, mendoj të komentu një ngjarje tjetër, Angela dhe një kusht diçka tjetër. Nuk lejohet. Shumë po mendoj vështirë me menaxhu dhe me qenë çaq i fokusum në të dyja dyqysh. Ka pas raste që shumë shpesh i kam thonë Vedat Muriçin këtë lojë lojtarit danez për shembull. U kon ky sulmuesi Hojlundi i Napolit. Shumë shpesh e më thonë Vedat Muriçi, se tu e pa Vedat Muriçi në knej, tani isha qështu, Vedat Muriçi pati një rast në ndeshjen tjetër, tani u dashke mu lidha, din. Është hapsi e kiti për kështu. Po, tani do të me mbullu, po. Tani, pas më ka këshyrë kërkush për të kallëzit drejta, vedin, veç na i ushtari këforit danez, ose i Maqedonisë Veriut. Edhe, u konë momenti, mas pari qëllim jam nuk u konë me u bo viral. Se une, zakonisht,
mundona mja u transmetu njerëzve çka bëjnë rrjetet sociale, çka komentoj, ose që shkoj deri te komentimi, ose që shëm para paskena gjatë një komentimi. Edhe dush me bo shumë ma shpesh. Mundona mi transmetu në rrjetet sociale. Edhe çashtu kon ajo. Jam kon trenerka, bile i thash grus, shumë po pritoj me shku me komentu se Kosova ne kënej. Se unë zakonisht e marrë një kamerë, e kom li një kamerë, një mikrofon, adi me bu pak ma mirë. Po adit me telefon, e kom qitë që aty, kom tonë hajtë. Adit veç të ndoj me tjertë gëzimin nëse fiton Kosova. Edhe fitoj edhe qëfar fitore, 4-3. Reagimet e mija në kom për një me... Original. Po, se kom lanë telefonin 1 orë gjysmë me gjiru që aty. Bile shumë shpesh kom harru që kon telefoni. Edhe hajtë thash veç të ndoj me tjertë. Momentet e gëzimit, se kretë që të videos që kam përjetu, hajtë ashtë edhonë, edhe po bi po flaj, e kom qitë, bilen telefon e kom mëntu, e kom qitë në Instagram, së më delken TikTok, kom prit një gjysore se interneti dopt, masi më postun TikTok, rash me flaj. Kur jam që mëngjes, në 7 mëngjes, peshon telefon Vedat Muriqi më ka shkrua, Vedat Muriqi, adin ka, po ma qënë linkun, që qatë video, mrena natës, e kanë marrë në Turqi. Edhe këtë diçka, wow. The Kosovan Football e keni faqe në X në Twitter, që të partë e kanë marrë, ma kanë bu, a mujna me marrë qëtë video, me qitë në rrjetin tonë social në Twitter. Thash, po mërë, se s'mu do këna i sena për din. Edhe ku jam qunë mëngjes, ish pas bo... Rëmuj virale, tani më thirë media, më bëjke telefonit të në kohën, prononcem, që shë këndje, prononcem. Të më donë tona onë, qatë sa dhe në Brazila o vivo më kanë thirë, 2 natës e bu një transmitim live atje, qysh është ndjenja për me punu edhe me përjetu në deshët e komtarës, anë e kënej, prej Meksikës më kanë shkru një ndim, kanë shkru, dhe më thonë, ka shku krejt botën, dikon, që ajo video tash i ka një, herën e fundit, para një muj ka pas 50 milion, dhe më këtë platformat, po, që kanë qitë që kanë bushirë njerës të edhe krejt, e tash nështë ka shku dhe ma shumë, e qaj moment ma ka ndryshu komplet jetën, mrena natës, edhe për ati momenti ka ma shumë angazhime, ma shumë punë. Puna jem që unë nuk unë njoftë dhe atëherë unë njoftë prej asaj videos, edhe unë thëmë, Zoti mi ka shkurtu 5 vjetë punë, se nështë adhe ishtë dash me punu dhe 5 vjetë, 10 vjetë me më rriqit pikë ku jem qëtash, që kjo video mi ka shkurtu, mi ka e kritë këto vjetë. Sa bukur, edhe ti për mirë që ndove dhe bashku nuk e pratë, apo sheqush veç ndodhi diçka që mbetet, po, një mend, po. Atë ka ndodhë nëjë gafë në transmitim live që nuk e harran, hajt në ajo, se ndështë ta pytje klishe, kështu po më interesën me ditë. Për shambull, një gafë s'fundin Ligën e Kampionëve, lyke Klub Brugge me një ndeshje, Klub Brugge me një ndeshje Champions League, nuk e mbajnë me cilën ekip ke, edhe formacioni kish dalë, edhe unë e tash e tha, është një portier Simon Mignolet që ka lujt edhe në Liverpool, e njojnë futbolldarësit. Ja nisi loja, unë në port Simon Mignolet, pe ka një rast kundërshtari, pe pret portieri, unë pret Simon Mignolet. Pe sha portieri me ngjyrë. Adin, Simon Mignolet është i bardhë, edhe pe sha, thash, ka më nëj vla, është, nëj vla pe i babe, adin, së isha qysh a emrin e njejta, adin, kur pe sha i shkon, unë për 4 minuta, emrin Simon Mignolet, a i ketë tjetër kush. Kure kom pa në telefon të më shkru, o vla, këqyre mirë, se së është Simon Mignolet, o vla, din. Janë si gafa që ndodhin shumë shpesh, s'fundi bili edhe me portierin e Algjeris, a jam i Luka Zidane, unë ja thesha emrin e vla, Enzo Zidane. A din ka njerë të pikët në kry, të shkruj 90 minuta njerës do ka bim jeti, apet. A ka ndë një komentator vendas, apo ndërkombëtar që e ke pas inspirim? Po, vendas. Kan? Andin Lokaj. Andini... E përshëndesim për ndryshe. Po, Andini... Biledim ka shkru se akum këtë fjallët. Se kum ka shkru vonë, se kum pa. Andini, Artur Shala, Arben Berisha, Skifter Blokaj, Arlin Sadiku, jëm prej komentatorve që jëm rrit me ta të i ngu, qysh po komentojnë edhe kurse komenu që unë më mi pas për shambull që ta komentator një ditë në kërë temin. Edhe një ditë ju thashe pa ta Andinin edhe Artur Shalën edhe thash hej, para menone, si fëmi ju këmë këqyr juve, ju këmë gu juve, këmë marrë këshilla për juve, edhe s'tashim të ju qunë shpe juve. A viden se ishim pa kërë, hajde me mu me kërë. Edhe qysh ke diçka jashtë zakonshme, pa imaginushme,
që një ditë unë me idhujt e mi në komentim, me qimë miniker, me ndonë një apsin, me ndonë muhabetit, tash mendime, koleg, fix, koleg, shok. është diçka, se di, halo se besoj. Unë me ka njerë thëmë, halo se besoj që kom kontakt me këta njerës që unë jam rrit me ta. Okej, që kjo është e bukra jetës, mirë që nuk i dim. Çka na pret pyetjet fundit, Angel, na ndeshja apo ngjarje sportive që e ndron ta komentosh një ditë. Kosovën kampionat botëror. Kosova, unë jam edhe speaker dhe konferenciar i stadiumit kur luan Kosova, edhe është një prej punëve më të mira që ekzistojnë në botë. Mas pari që ti je zoni një kombëtarës tane, edhe që je zoni 13.000 vetave në stadium për Kosovën. Edhe kjo për mu është njëna për privilegjeve më të mëdha që mu ka dhënë, mu ka bu. Pjesa e Kosovës s'di mu më tërqedh gjithmonë Kosova, edhe e dashuroj gjithë ndeshje që luan Kosova. E për mu ëndra më e madhe shkon që me qenë komentim njëherë të Kosovës, edhe në kampionat evropian, po kampionat botëror. Fatkeqësisht shkum, jam mërzit shumë. Po tash për sa vjetë luhet prap pas? Mas 2030. 2030 nuk. So shumë janë, vjen sa ora. Po vjen valla bash. Vjen, edhe nashta kena më shumë fat. Kena ekipin e mirë. Po veç na ka dosht pak fat se Turqin po më duket pak e kena respektu. Edhe ka momenti më i zor shumë ndonjëherë, ndoshta që u dosht me thonë në fund eliminohemi nga shanset për kualifikim kupën e botës. Kom për teksteve më të vështira që kom lexu, po u dosht me bo. Bile shumë emocionumi më kanë. Po tash jeta edhe sporti kanë këto sene. Jo gjithmonë i marrim ato që dojna. Edhe du të me u kënaqë gjithmonë me ato që i kemi. Sa ti është do këtë diqysh kështu abden, ose për shembull kur dëgjoj një komentator tjetër abden që okay u eliminu, abden për dikon që nuk e ndjen për një ekip kot për shembull që s'po. Abden thua okay u eliminu, a momentin kur ti personalisht të thu për venin tënd. Po kur je shumë afër diçka. Tjetër është për një mendje si na që e këshyre mund për shembull që s'kam shumë haber për jam amatire në sport, në futboll, e lëmo ti që thjesht e lën shpirtin që atë. Unë mendoj që për çdo shqiptar u kanë po, në mend po. Se u kanë gjithë neve shqiptarëve na ndjek çka fati për pak, a din çka më plas shumë, a din për pak. Edhe e kena një mendësi të keqe, hajt se me rëndësi pjesëmarrë. Gjithë na rrit me çito. U kanë ngushëlluese, po s'është gjithmonë me rëndësi pjesëmarrë, a din duhet me dhon maksimumin për me rri pari, pse jo se garat për çata janë me kanë pari. Pavarësisht sa modest je, nëse ki talent, je punëtor, dush me shku me synu venin e parë gjithmonë. Në vërtet, Angel, unë më të falenderoj shumë që i the poftesës, u kënaqa, me njerëzit që unë kënaqem, minutat fluturojnë gjithë. E di që shumë tema tjera kishim mujt me fol, po kaq ka dhe hapësira rezervume. Për tjetër herë. Për tjetër herë, ndeti. Po, ndeti, çatëherë tjetër ndeti, po. Faleminderit shumë, të prisim vara suksese, vazhdo me punën që jetu e bo, për ndryshe jetu shkelqy kështu. Shumë faleminderit për ftesën, faleminderit edhe për fjalët, për ndryshe ke njëna prej emisioneve që më kënaq mas shumë ti ndajherë. Seriozisht apo më Jo, seriozisht, jo vallajn, jo si më thon kur kërkon. Kështu që më kënaq shumë se vetë natyra, vetë e emisionit më ka bu më kanë shumë vetvetja edhe faleminderit shumë. Faleminderit edhe publikut që ka qëndruar bashkë me neve deri në këtë moment. Ne ishim pra bashkë të shtunën tjetër. Ju mos ndani prej ekranit të TV1 nga unë, Angela, Edoni edhe Ndrite. Ishim pra bashkë të shtunën. Mirëmbëjtje. Ky emision mundësohet nga Telkos, Ecofruit, Bruno,